Milionat që folën në afatin kalimtar dimror, cilat liga shpenzuan më shumë dhe kush befasoi. Premier Liga ka konfirmuar dominimin absolut në afatin kalimtar dimror me 453 milion euro të shpenzuara vetëm në janar. Serie A e ndjen nga pas me 243 milion euro, ndërsa kampionati brazilian befason me 201 milion, duke shpenzuar më shumë se disa liga të mëdha evropiane. Major League Soccer rënditet e katërta me 144 milion euro, ndërsa League One mbyll peshqën e parë me 105 milion euro shpenzime. Bundesliga shpenzoi 98 milion euro gjatë afatit kalimtar të janarit, ndërsa Superliga Arabisë Saudite 93 milion duke qëndruar pranë elitës financiare. Befasia më e madhe ishte renditja e La Ligës vetëm në vendin e 8 me 75 milion euro shpenzime në dimër. Pas kampionatit spanjoll mbetet vetëm ai i Turqisë me 70,52 milion euro dhe ai i Portugalisë me 59,48 milion euro. Milionat po ndryshojnë balancat në futboll dhe pyetja vjen natyrshëm: kush po fiton dhe kush po humbet pas në këtë garë? Jepni mendimin tuaj në hapësirën për komente.